vetëm gjatë vitit 2025, njësia policore detare dhe policia kufitare u kanë ardhur në ndihmë plot 231 qytetarëve dhe 80 mjeteve lundruese në vështirësi në det. Janë kontrolluar mbi 5600 mjete lundruese dhe është ndëshkuar çdo shkelje që rrezikonte sigurinë e pushuesve. Deti është hapësirë lirie dhe argëtimi, por njëkohësisht edhe hapësirë ku ligji duhet të respektohet pa asnjë kompromis. Edhe gjatë këtij viti, gjatë këtij sezoni turistik, njësia policore detare do të jetë aktivisht e pranishme për gjatë gjithë vijës tonë bregdetare. 35 motor ujë, personel i trajnuar, patrullime intensive në të gjithë vijën bregdetare dhe monitorim nga ajri me dron do të jenë në funksion të sigurisë së pushuesve. Po ashtu, përmes teknologjisë dhe lidhjes direkte me sistemin Teams, policia kufitare do të lejojë procedurat për jatet, veljerat dhe mjetet e tjera lundruese që vizitojnë vendin tonë, duke ofruar kështu një shërbim më efikas dhe më të shpejtë. Policia kufitare është kështu fytyra e parë e shtetit shqiptar. Për miliona vizitorë që vizitojnë vendin tonë, është kontakti i parë që krijon përshtypjen e parë dhe të fundit për Shqipërinë. Prandaj, krahas garantimit të sigurisë kufitare, misioni i saj është dhe të ofrojë një shërbim profesional, korrekt dhe dinjitoz për çdo shqiptar dhe të huaj që vinë në vendin tonë, duke reflektuar vlerat e një vendi